Në aksin që lidh Transballkaniken me autostradën Levan-Vlorë ka nisur vijizimi i pjesës anësore të rrugës, ku do të vendosen furgonët dhe autobuset e linjave ndërqytetase. Ashtu siç u vendos edhe në Këshillin Bashkiak, të gjitha këto automjete do të largohen nga rruga e re për t'u transferuar në rrugën e paraburgimit. Banorët e zonës ndajnë mendime të ndryshme për këtë vendim, por thonë se përpara se ai të merret, duhet që në këtë aks të kalojë edhe autobusi urban i qytetit, pasi deri më tani mungon. Sipas qytetarëve, një person i cili vjen nga fshatrat apo zonat të tjera periferike të Vlorës nuk ka më se të vijë në këtë rrugë, pasi do t'i duhet të marrë taksi për të harxhuar dyfishin e Kosos. Qytetarët e vendosin theksin edhe tek rëndësia e ndërtimit të terminalit, ku thonë se shoferët apo edhe vetë pasagjerët nuk mund të qëndrojnë apo hipin në anë të rrugës, ku mjetet qarkullojnë me shpejtësi. Këtu? Nuk është e drejtë. Se nuk do ngrihet ai nga Babica ndej nga fshatrat e tjera e do venj atje ku është qendra e fugonave. Se ai do dy transporte që të venj atje te fugonat. Nuk ndikon ajo. Trafika edhe këtu, nuk ka vend këtu ja. Ku? Ja, shiko vizimet e verdha, janë bërë për të transferuar fugonat. Ti si qytetare, mund vish këtu për shumë t'i vësh një fugonin për në Tiranë? Të vi nga Babica? Po. Ja. Do marrë, është pa mundu. Se ne pensionistat ai pension marrim. 10.000 lekë i do Tirana. Bje urbanin ai për nuk ka vend këtu. Nuk ka as urban. Nuk bet, është e pa pranueshme. Edhe njerë. Ku do rrin fugonet, po më falë për shprehjen, një banjo e një... Po, ja ku ke vendi për shumë që po vizohet, momentalisht. Por e të ke qëndazi, terminalet nuk janë kështu të rrinë anë të rrugës. Si janë terminalet? Terminalet janë që të futet atje tek vend pushimi ai, si që kanë radhën, vete posagjeri, ai këtu do ruhet se shtyp tjetri gjande ja për cilën besën u për në shkolla atje më dridhet mish, se do kalojnë akravande. Pse? Ku ka, për s'ka hapësirore, pa hajde se atë e të bjen urbanin ai edhe vjen ai posagjeri. Tu s'ka as urban dërko. Po s'ka urban. Nëse mund të vinë pasagjerët? Po do vinë kemaj ose do gjenjë naj taksia, se urban këtu nuk ka. Ti nga je vetë, nga vjen? Qysh nga vinë? Jetoni këtu? Ja ku jetoni ju. Ja ku është ai fugonin fund. Një njeriu Në buz kanalit. i cili është në anën tjetër të qytetit, i duhet, sa lek i duhen për të ardhur deri? Po të ketë urbani duhen 400 lekë. I leta ka punë tjetër. Ata e din ata. Duhet të Vlora një terminal? Neve, po si e nuk duhet të ketë, gjithë ky qytet e mos ketë një terminal. Gjazi, unë rrinë buz kanalit, nuk kam shpresa që të rregullot ai kanal, e të rrinë fëmija që unë i prura gjoja në qytet. Po, fugon djenë të lartë, Po, është i drejtë, tikin gjendej. pse? Pse se është qytet brenda. Sepse atje ka popullat të madhe dhe këtu jo. Mendon se aty pengon qarkullimi rrugor? Atje pengon. Këtu jo. Kjo është e drejtë, s'ka. Jo, e shumë e drejtë, edhe kjo. Duhet zgjidhni një vend tjetër pas. Ti e banor besoj zonë? Nuk ka. Nuk ka. Por me çfarë mund vinë? Pse nuk ka autobus, se s'ka terminal. S'ka terminal. S'ka Vlora. I la rrugës të njerëzit. Duhet ketë Vlora terminal. Duhet ketë. E taksia bërë sa më shpejt. Si që ka Beradi, Fieri. Këtu në Vlora shumë pritet, mes shiut, mes diellit, mes vapës. Vijizimi i segmentit rrugor në hyrjen e qytetit në zonën e paraburgimit i hap rrugë transferimit aty të vend qëndrimit të autobusëve interurban. Nuk bëhet fjalë për ndërtimin aty të një terminali, por krijon një vend qëndrimi të përkohshëm.